Truri është organi më ndërlikuar dhe më i uritur për energji në trupin ton. Ai konsumon rreth 20% të energjisë që prodhon trupi dhe pse peshon vetëm 2% të peshës totale. Por kjo makinë e mrekullueshme është shumë e ndjeshme. Shumë nga zakonet e përditshme që i konsiderojnë të pafajshëm në fakt dëmtojnë qelizat nervore, ngandalsojnë metilacionin dhe prishin funksionimin e trurit në mënyrë të padukshme. Mungesa e gjumit të thellë. Gjumi është momenti kur truri pastrohet nga toksinat, gjeneron qelizat nervore dhe balancon neurotransmetuesit. Kur nuk fle mirë, rritet stresi oksidativ në tru, metilacioni ngandalsohet dhe rritet rreziku për depresion, ankth, madje edhe sëmundje neurodegenerative. Ushqimi i përpunuar dhe sheqeri i tepërt. Sheqeri i rafinuar si një zjarr për trurin, ai nxit inflamacionin, dëmton enet e gjakut cerebrale dhe ul ndjeshmërinë ndaj insulinës. Kjo gjendje e njohur si rezistencë insulinike e trurit është një nga arsyet se pse shumë njerëz ndihen të lodhur mendërisht, kanë kujtesë të dobët dhe përqendrim të ulët. Ushqimet ultra të përpunuara dhe varat e rafinuara ndërhyjnë gjithashtu në lipidet, që formojnë membranat e neuroneve. Stresi kronik, kortizoli, hormoni i stresit është i dobishëm në sasi të vogla, por kur ai qëndron i lartë për periudha të gjata, të kur hipokampusin, pjesën e trurit që kontrollon kujtesën dhe mësimin. Përveç kësaj, stresi konsumon vitamina B kompleks, të cilat janë thelbësor për metilacionin, prodhimin e dopaminës dhe serotoninës. Një njeri që jeton në stres konstant ka trurin të përflakur dhe qelizat nervore që punojnë në mbikërkesë, jetesa pa lëvizje. Truri ka nevojë për oksigjen të vazhdueshëm. Aktiviteti fizik përmirëson qarkullimin cerebral, rrit faktorin neurotrofik, një protein që ndihmon rritjen e neuroneve të reja dhe ndihmon në metilacionin e gjeneve që lidhen me kujtesën. Një jetë sedentare shoqëruar me ekran të tepërt është si një dimër i përhershëm për trurin. Alkooli dhe nikotina. Alkooli dëmton drejtpërdrejt neuronet, ndalon rigjenerimin e tyre dhe zbraz rezervat e folatit të vitaminës B12. Nikotina edhe pse përkohësisht ndihmon përqendrimin, në plan afallgjat dëmton enet e gjakut të trurit dhe ul fluksin e oksigjenit. Të dy këta faktorë janë sabotor të metilacionit cerebral. Mungesa e kontaktit me natyrën dhe me njerëzit. Truri ka nevojë për stimulim natyral dhe ndërveprim njerëzor. Mirëmbrëma të dashur miqë, edhe një herë tjetër nga televizioni i NTV-s. Edhe një herë tjetër, sot ditën e premte jemi rikthyer për të folur për një temë e cila përsëri do të ketë interesin tuaj. Sot kudo ndodhen vitamina sintetike për trurin. Thon vitamina për trurin, vitamina për imunitet, vitamina për kujtesën, për memorien, që e njëjta gjë është, për fokusin, për të ndaluar plakjen e trurit e të tjera me radhë. Në Shqipëri, pothuajse janë shumë suplemente që shiten kudo në markete, dyqane, edhe një herë tjetër unë po ua them këtë gjë që nëse nuk e keni me rekomandim këshillim të personelit të duhur mjekësor, të një profesionisti të duhur mjekësor dhe jo me mendjen tuaj dhe faqeve të internetit online, pa ua këshilluar një person, një profesionist i duhur, ju lutem mos i besoni. Sepse vërtet ndikojnë në shëndetin tuaj negativisht. Një suplement qoftë ai i cili mund të quhet për kockat, siç është vitamina A, siç është një kalcium ose siç është një vitaminë D, ju lutem pa informacionin, pa ditur problemin tuaj dhe pa ua këshilluar një profesionist ose pa ua rekomanduar një profesionist mjekësor, personeli juaj i afërt mjekësor, mjeku, ju lutem mos e merrni me mendjen tuaj sepse mund të shkaktoj dëme. E marr shkas për ta bërë këtë emision sepse kohët e fundit kam parë aq shumë produkte të cilat shiten online nëpër internet saqë këto produkte merren dhe nga prindrit për t'u dhënë fëmijëve të tyre, për kujtesën, për memorien, për fokus edhe për procese të ndryshme. Prandaj ato duhen me kujdes. Edhe pak më parë ne kemi bërë këtë. E kemi prekur pak edhe në emisionet e kaluara për format ose për ato lëndët kimikate dhe për lëndët konservantët që janë tek këto produkte. Që unë kam përmendur tek magnesiumi, titanium dioksid, silikon dioksid. Pikërisht dhe në këtë emision do të themi se çfarë i bëjnë trurit këto vitamina. Dhe se si po bombardohet truri nga këto vitamina. Sepse nuk ka asnjë tablet ose asnjë vitaminë që të bëj këto efekte të mrekullueshme në tru nëse ne kemi zorët e papastra. Nga një anë tjetër, sot vërtet fëmijët mund të kenë probleme me një ulje të, domethënë kanë patjetër mungesa të vitaminave, por pa u ditur shkakun nuk mund të plotësohet ajo nevojë ose nuk mund të plotësohet ajo pamjaftueshmëri e kësaj vitamine. Edhe një herë tjetër vim tek truri. Sot truri i njerëzve po përballet me dëme deri diku
të mëdhaja. Si janë këto dëme të mëdhaja? Në emisionin e kaluar, unë fola pak për një proces i cili quhej procesi metilacionit, që ndodhej dhe që bëhet në çdo qelizë të trupit, por qendra kryesore e tij është mëlçia dhe dyta vijnë zorët. Truri jon po ngarkohet sot me aq shumë toksina, me aq shumë kimikate, me aq shumë konservant, sa më të rrezikshit nga këto është një përpunues ose një konservant i cili ndodhet tek ushqimet. Tartrazina E102. Tartrazina shkakton problematika shumë të mëdha me trurin e fëmijëve. Ja ku jemi dhe me tartrazinën. Tartrazina ndodhet zakonisht tek vajrat e hidrogenizuar, tek ato patatina që janë me ngjyrues. Tartrazina ndodhet tek pijet energjike, tek pijet me ëmbëlsues artificial, kudo ku është produkt i mbyllur, ndodhet elementi tartrazinës. Nuk e keni dëgjuar ndonjëherë, besoj, tartrazina ndodhet edhe tek ato produkte ushqimore të cilat jetojnë për një kohë të gjatë. Tartrazina shkakton dëme në sistemin nervor qendror, shkakton iritim të fijeve nervore, shkakton çrregullim të ciklit apo të funksioneve dopaminergjike, shkakton problema me ritmin cirkadian, ose probleme me ritmin e gjumit dhe të zgjimit. Një person nuk mund të bëjë gjumë të shëndetshëm nëse ka marrë këtë konservant për një kohë të gjatë, sepse ngarkon mëlçin. Kjo ndodhet edhe tek ato akulloret që ndodhen nëpër markete, të çdo ushqimi procesuar ndodhet tartrazina, që është me një element ose me disa iniciale, të cilat quhen E102. Kjo si fillim ngarkon faza detoksifikuese të mëlçisë, fazën e oksidimit, reduktimit, hidrolizës, konjugimit, metilimit. Faza e oksidimit do të thotë që përbëhet nga citokrom P450 ose nga disa monooksigenaza që ndodhen në retikulumin endoplazmatik, që këto produkte toksike, këto substanca toksike, barnat, medikamentet, i bën dhe i përpunon në lëndë ose në proceset cilat bëhen më pak të tretshme në ujë. Mëlçia është ai organ i cili toksinat, mbeturinat i konverton në procese cilat nuk janë shumë toksike. Dhe cikli i oksidimit këtu dëmtohet. Tartrazina nga ana tjetër dëmton edhe funksionet e trurit. Tartrazina është toksike për trurin. Tartrazina sjell hiperaktivitet tek fëmijët. Tartrazina sjell çrregullime te procesi, mund ta themi, i zhvillimit të kockave tek fëmijët. Tartrazina sjell dhe alergji idiopatike. Alergji idiopatike do të thotë shkakton deri në ekzem tartrazina. Tartrazina ndodhet tek gjitha ushqimet industriale, pothuajse 90% e tyre, sidomos te patatinat, te chipsat, tek akulloret, tek ëmbëlsuesit artificial, pijet me gaz, kudo ku ka ushqim të mbyllur, sidomos te patatina, chipsat, moltot, ndodhet tartrazina, element 102. Dhe kjo është vërtet toksike për mëlçin dhe dëmton trurin, ul funksionet perceptuese, funksionet intelektuale, funksionet edhe të trurit vogël. Truri vogël ka disa bërthama, nucleus emboliformis, nucleus dentatus, ka disa bërthama të cilat bëjnë të mundur rregullimin e posturës, të muskulaturës, tonusit muskulaturës, dhe këto dëmtohen nga këto kimikate, sepse krahas tartrazinës është edhe një element tjetër që quhet monosodium glutamat, që ai dëmton edhe receptorët e glutamatit. Nëse dëmtojnë receptorët e glutamatit dhe nëse rritet përqindja e glutamatit në tru, atëherë do të kemi një hiperaktivitet. Dhe çrregullohen disa fije nervore në sistemin ose në girusin postcentral, në girusin parietal inferior, ku ndodhen disa zona supramarginale dhe girusi marginal, që është pjesa e kuptueshmërisë të asaj që ne themi, sepse motorika ndodhet në girus frontalis inferior, ndërsa procesit kuptuarit procesi i asaj që ne themi, për ta kuptuar, ndodhet në girus parietalis inferior, kryesisht në zonën e girusit marginal dhe të girusit supramarginal, që është pjesa e lobulus parietalis inferior, ndërsa procesi motorikës ose funksioni motorikës në girus frontalis inferior, në zonën paraballore të kokës, ndërsa procesi perceptimit i asaj që ne themi, ose i kuptueshmërisë i funksionit motorik që ne themi, është në girus parietalis inferior, ose lobulus parietalis inferior. Ekspozimet nga interneti,
ose drita blu gjatë orëve të natës bombardojnë trurin. Ato cilat unë kam edhe duhen thënë janë edhe vitaminat sintetike, që përse u thash edhe në fillim të emisionit. Krahas konservantëve, është edhe janë dhe vitaminat sintetike, që unë ua kam thënë në disa emisione se si duhet të jenë vitaminat. Dhe sot ka shumë vitamina sintetike, duke nisur që nga vitamina A, vitamina B9, vitamina B12, kalciumi, hekuri. Këto unë do t'i zbërthej se si duen. Vitamina A, nëse në farmaci thot palmitat, nëse thot në farmaci retinol palmitat ose palmitat acetat nuk bën punë. Nëse thot edhe njërë tjetër vitamina A, retinol palmitat ose retinol acetat nuk bën punë. Vitamina A më shumti duhet ta merrni me anë të rrugëve ose me anë të ushqimit, me anë të produkteve shtazore. Ndodhet tek karotat, ndodhet tek vezë, ndodhet tek vajulliri, tek mishi i kuq. Më shumti është e mira që të merret nga ushqimi. Por vitamina A, nëse edhe një herë tjetër kur e bleni si vitamin, përmban aty brenda retinol acetat ose retinol palmitat, dhe retinol acetat është në formë sintetike. Retinol acetati ose retinol palmitati dhe retinol acetati janë formë sintetike të vitaminës A që nuk bën punë. Kush është tjetër? Magneziumin. Nëse merrni magnezin dhe thot magnezium glicinat, po kur e ktheni nga pas thot magnezium oksid, titanium dioksid, silikon dioksid, nuk përthithen. Përthithja e absorbimit është shumë i varfër. Prandaj dhe unë them që është e mira të merren të specifikuara nga një profesionisti dur mjekësor, nga një profesionisti dur që dita lexoj atë produkt dhe jo do suplemente ose vitamina nga interneti. Kush është tjetër? Hekuri. Hekuri nëse thot iron sulfat ose hekur sulfat nuk përthithet. Nuk përthithet, nuk absorbohet. Është një hekur që shkakton dëm në organizëm. Nëse hekuri që merret thot hekur sulfat, nuk përthithet dhe absorbohet shumë pak. Edhe kujdes me tepritsen e hekurit, sepse mund ta merrni, por një ceruloplazmine e cila oksidon hekurin, dhe ceruloplazmina është një enzim shumë e rëndësishme që bën të mundur dhe zakonisht kofaktor ka bakrin, dhe ceruloplazmina është ferroksidaza që konverton hekurin, e oksidon hekurin dhe e kthen në gjak, dhe atë e fut në gjak përsëri një element tjetër, e cila quhet përsëri transferina, dhe kujdes me hekurin. Duhet që mos të ketë elementin hekur sulfat, sepse nuk përthithet mjaftueshëm. Dhe me hekurin si ushqime, mëlçia e viçit, mëlçia e qingjit, ushqimet shtazore kanë nivelet larta të hekurit. Sepse kujdes me këtë mineral, se shikoj shumë që merret si suplement, por ka dhe dëme. Më shumti nga ushqimet proteinike, shtazore, mëlçia e viçit, mëlçia e qingjit, ushqimet cilat janë me vitamin B12, me kobalamin dhe me hekur. Prandaj kujdes nga format sintetike të hekurit, sepse mund shkaktojnë dhe dëme, fryrje barku, kapslëk, konstipacion, ndaj kujdes. Në një mision tjetër unë kam thënë që trupi kur ka inflamacion e fsheh hekurin, sepse përdorin janë disa sisteme në organizëm të cilat quhen cizokrom po 450 ose monooksigenaza mikrozomale ose monoaminoksidaza, po citokrom reduktaza, apo disa sisteme të tjera që ndihmojnë trupin që të detoksifikohet. Tjetër, tham për vitaminën A, që nëse është në formë sintetike nuk duhet marrë. Si duhet ta dallojmë nëse është në formë sintetike vitamina A? Thot retinol palmitat. Nëse thot vitamina A nga pas retinol palmitat nuk përthithet, ose nëse thot retinol acetat nuk përthithet. Pra retinol palmitati dhe retinol acetati e bëjnë që kjo mos të përthithet. Magneziumi nëse është glicinat, por ka nga pas oksid, titanium dioksid, nuk përthithet. Hekuri nëse thot hekur sulfat përthithet shumë pak dhe mund të shkaktoj probleme me kapsllëkun. Kush është acidi folik? Vitamina B9. Nëse thot acid folik, shumë pak mund përthithet, sepse shumë njerëz kanë çrregullime ose kanë genin me defekt që bën metabolizmin e folatit që quhet metil tetrahidrofolat reduktaza. Më mirë konsumoni perime cilat janë të freskëta, perime të stinës. Tani kungulli, selinoja, majdanozi, preshi, vajullirit, perimet e stinës ofrojnë një marrje më të lartë të acidit folik, sepse si acid folik është formë sintetike.
vitaminat që merren nga ushqimet janë të sigurta dhe përthithen më lehtë, por vitaminat sintetike nga farmacia kanë edhe më shumë dëme. Sintetike kanë fjalën. Nëse merren pastaj në formë aktive, të cilat janë të metiluara, nuk kanë problem, dhe nëse merren me një profesionist të duhur të këshilluara. E zën folik, acidi folik në formë sintetike nuk përthithet dhe mund të shkaktojë probleme në përthithje, sepse nëse aty te enterociti nuk janë disa enzima që bëjnë metabolizmin e folatit, ai mund të përthithet shumë pak. Kalciumi, nëse është në një formë si kalcium karbonat, përthithet shumë pak. B12, nëse quhet ciankobalamin, nuk përthithet. Ka brenda cianur dhe cianuri është diçka toksike. Cianurin duhet ta detoksifikoj glutationin, që është një tripeptid që përbëhet nga glicina, cisteina dhe glutamati. Dhe forma aktive B12 është ose adenozilkobalamin, ose hidroksilkobalamin, apo metilkobalamin. Këto në Shqipëri nuk përfliten dhe merren si vitamina sintetike që dëmtojnë trurin, sepse nuk përthithen dhe këto elementet mund të dëmtojnë veshkën. Kanë aftësi për të shkaktuar debulesë, problematika në traktin urinar, prandaj kujdes me vitaminat dhe mos i merrni pa konsultuar me një profesionist të duhur shëndetësor dhe pa u konsultuar që t'i merrni në formë aktive. Forma aktive e vitaminës B9 është metilfolati apo folinik acid. Forma aktive B12 është hidroksilkobalamin, adenozilkobalamin, metilkobalamin. Forma aktive e magnesiumit është glicinat, taurat, orotat, malat, citrat, por pa oksid, pa titanium dioksid, sepse nuk përthithet. Ndërsa vitamina A ose kalcium, unë nuk i këshilloj që të merren si suplement, sepse shkaktojnë edhe probleme në përthithje dhe problematika në sistemin imunitar. Vitamina C sintetike që kishte lëndën retinol palmitat, që përthithet shumë pak, ndërsa kalciumi që kishte kalcium karbonat, B12 ciankobalamin, acidi folik që është formë sintetike. Këto janë se kanë formë sintetike dhe që absorbojnë shumë pak nga trupi. Dhe për të absorbuar, ato duhet që të përthithen, që të coptohen, të transportohen, nuk është e lehtë. Edhe nuk janë vitaminat ushqimi për trurin. Vitaminat e duhura për trurin janë lëvizja, ushqimi, aktiviteti fizik. Lëvizja, ushqimi, aktiviteti fizik. Nëse keni mungesë të tyre, mund të merrni në formë të metiluara, që këto janë informacione që nuk thuhen në Shqipëri. Mund t'i merrni në formë të metiluara që ua thash, metilkobalamin, adenozilkobalamin, metilfolat, të cilat është forma aktive B9-s, B12-s, dhe jo në formë sintetike sepse nuk përthithen dhe shkaktojnë dëme në funksionet e trurit. Edhe një herë tjetër, krahas vitaminave sintetike që rëndojnë proceset e të menduarit, ngarkojnë sistemin imunitar dhe veshkën, është edhe tartrazina që unë përmenda pak më parë, elementi 102. Tartrazina ndodhet tek chipsat, molto, tek ushqimet e rafinuara. Dhe këto kanë argument shkencor që e bëjnë fëmijën më hiperaktiv, e bëjnë fëmijën më të varur përkundrejt këtyre ushqimeve dhe ulin apo deprimojnë sistemin imunitar. Dhe vitaminat e vërteta të trurit janë natyra, ushqimi, gjumi, aktiviteti fizik. Sot njerëzit kanë haruar dhe kontaktin me natyrën, por dhe kontaktin me njerëzit. Jemi bërë asocial, se ushqimet e mbyllura industriale, konservantët e kanë futur trurin dhe e kanë zënë trurin në grack, duke qenë se nuk bëhet siç duhet procesi i të perceptuarit ose i të menduarit. Prandaj, ne kemi më shumë njerëz, pra bota është bërë ka arritur gjithçka dhe kudo ka mjetet e aksesueshme, ama jemi bërë asocial me njerëzit dhe jemi bërë asocial me natyrën. Mungesa e kontaktit me njerëzit dhe mungesa e kontaktit me natyrën sjell ulje të sistemit imunitar ose të parametrave të sistemit imunitar. Që sistemi imunitar do të thotë imunitet qelizor, imunitet humoral, imunitet i kujtesës, imunitet i qelizës, që kur vjen një patogjen, ai patogjen me anë të fagocitozës ulet edhe nuk futet më në organizëm, ndërsa humorali është i kujtesës, ku limfocitet B diferencojnë në plazmocit dhe ato në sipërfaqen membranore të tyre kanë disa glikoproteina të cilat quhen imunoglobulinat. Prandaj vitaminat e vërteta të gjumit janë natyra, kontakti me njerëzit, ushqimi i dur, gjumi, aktiviteti fizik. Kujdes nga konservantët tek ushqimi sepse ngarkohet zora.
Po ngarku azora, ngarkohet edhe truri. Dhe më pas bie sistemi imunitar dhe ne bëhemi më të agituar dhe nuk mendojmë dot siç duhet dhe bie edhe niveli dopaminës dhe ne nuk marrim më kënaqësi. Prandaj dëgjojini me kujdes dhe format sintetike që unë thash, që vitamina A nëse nga pas thot retinol acetat ose retinol palmitat nuk përthithet. B12 nëse thot cyankobalamin nuk përthithet. Acidi folik duhet jetë metilfolat i këshilluar nga një profesionist i dur shëndetësor në formë aktive, duke ditur përthithjen, absorbimin, gjendjen e procesit të detoksifikimit. Ndërsa kalciumi nuk duhet jetë kalcium karbonat, ndërsa hekuri jo hekur sulfat, ndërsa magnezium jo magnezium oksid, titanium dioksid, sepse përthithet pak. Këtë emision miq dëgjojini me kujdes dhe vërtet janë informacione edukuese dhe informacione informuese në lidhje me shëndetin tonë. Ju uroj natën e mirë dhe ju uroj qëndrim sa më të paq dhe jo me telefona ose jo me pajisje shumë të mëdha elektromagnetike në mbrëmje, duke ditur që tani edhe mbrëmja është më gjatë dhe dita është më vogël. Prandaj natën e mirë dhe të keni shëndet.